Rritja e çmimit të naftës që nisi në ditët e para të muajit mars devijon ende, ka rënduar ndjeshëm xhepat e qytetarëve shqiptar duke i detyruar këta të fundit që të pagojnë miliona euro më shumë vetëm brenda një muaji. Nga një nivel prej 175 lekësh për litër që ishte në fillim të muajit, çmimi i naftës u rrit gradualisht duke kapërcyer deri në 220 lekë në fund të muajit, me një mesatare mujore rreth 200 lekë për litër, ose 14% më shumë se më parë. Kjo solli rritje të pandalshme të çmimeve në ditët në vijim, për shkak të nisjeve të sulmeve ndaj Iranit, duke shkaktuar kaos në tregjet globale. Por pavarësisht shtrenjtimit të fortë të naftës, konsumi në vendin tonë jo vetëm që nuk ra, por u rrit. Në total gjatë marsit u konsumuar rreth 42.4 milion litra naftë. Për këtë sasi, shqiptarët shpenzuan rreth 8.5 miliard lekë, ose afërsisht 87 milion euro. Nëse çmimi do të kishte mbetur në nivelin e mparshëm prej 175 lekësh për litër, e njëjta sasi do të kushtonte rreth 7.4 miliard lekë. Kjo do të thotë se vetëm për shkak të rritjes së çmimit të naftës, qytetarët paguan rreth 1.05 miliard lekë më shumë, ose rreth 11 milion euro ekstra në vetëm një muaj. Kjo situatë tregon se nafta mbetet një produkt i domosdoshëm për shqiptarët, të cilët vijojnë ta përdorin pavarësisht kostos në rritje. Sistemi i dobët i transportit publik i përqendruar vetëm tek autobusët bën që shumë individ të jenë të detyruar që të përdorin makinat personale për të shkuar në punë apo për të shoqëruar fëmijët në shkollë, ndërsa i lartë mbetet edhe konsumi për të lëvizur gjatë fundjavave.